sepse jam i sigurt që sikurse pjesëtarët apo partitë e opozitës të kishin numrat e mjaftueshëm për zgjedhjen e qeverisë pastaj, që është avulina tjetër e cila është edhe më e rëndësishme dhe e cila ka fate strikte, ata do ta votojnë edhe Albulina Axhin, po meqenëse nuk i kanë numrat, ata e kanë një arsye të mjaftueshëm sepse ekziston një percepcion i përgjithshëm që Albulina Axhin nuk është shumë person unifikues. Por sa është e drejtë, zotri Muja, që partitë e tjera që dolën pra e dyta, e treta dhe e katërta në zgjedhjet e nëntëshkurtit, të kërkojnë nga partia e cila doli e para në po këto zgjedhje, ta tërheq prapa propozimin e tyre për krye parlamentar? Gjykimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës është i qartë. E drejta për propozim të kryetarit të parlamentit, apo kryetarës së parlamentit të Kosovës i takon grupit më të madh parlamentar. Megjithse, në anën tjetër është e qartë që mandati i deputetëve është i lirë. Deputetët nuk mundet askush me i detyruar që të votojnë për një propozim apo për një tjetër. Në një situatë të tillë, kur ty në mënyrë të takon të propozosh, dhe nuk e ke numrat e mjaftueshëm, atëherë mendoj që do duhet që nga dy taborët të ketë lëvizje në mënyrë që të të konstituohen institucionet vitale të Kosovës dhe në situata të tilla mendoj që deputetët ish-dashur, edhe partitë politike, po edhe deputetët ish-dashur që interesat e ngushta partijake mos i vendosin para interesave të përgjithshme. Zotri Muja, ju thatë që duhet të ketë lëvizje, i bie kjo që vetëvendosje ta propozojnë një emër të ri në mënyrë kështu që ta bëjnë një kompromis sa i përket finalizimit të konstituimit të kuvendit? Unë mendoj që duhet të gjendet një platformë e bisedimeve